Më 5 dhjetor 1957, lindi një nga emrat më të shquar të letrave shqiptare, Arben Duka, një poet, tekst shkrues dhe krijues i jashtëzakonshëm, i cili gjatë jetës së tij do të lërë pas një trashëgimi të pasur dhe të paharrueshme për kulturën tonë. Faqja Na ishte dikur e kujton sot me nderim dhe respekt. Arben Duka nuk ishte thjesht poet, ai ishte një nga penat më produktive të muzikës shqiptare. Që prej vitit 1974, ai ishte bashkautor në rreth 3000 këngë të çdo zhandri, duke na dhuruar tekste që vazhdojnë të këndohen edhe sot. Në poezinë e tij lirike, në humorin dhe satirën e tij, Duka shfaqte një finesë të veçantë, një sy kritik ndaj jetës dhe një zemër të madhe për njerëzit. Në fushën e letërsisë, ai botoi mbi 50 vëllime poetike, disa prej të cilave u ribotuan deri në 5 herë, duke treguar dashurinë e publikut për krijimtarinë e tij. Ai firmosi rubrikën e njohur Intervistat e Kaso Posës për 7 vjet, duke treguar se talenti i tij shtrihej edhe në prozë, me një stil të mpret, të hollësishëm dhe plot ngjyrime njerëzore. Arben Duka u bë gjithashtu pjesë e historisë së muzikës shqiptare, me tekstet e tij për këngë që fituan çmime të shumta, mes të cilave 7 të para në festivalet kombëtare të RTS-s. Ai ishte autori i tekstit të himnit të policisë së shtetit, një krijim që reflekton seriozitet dhe respekt për institucionet dhe vlerat e vendit tonë. Por mbi të gjitha, Arben Duka ishte një poet lirik, një njeri i pasionuar për fjalën dhe emocionin. Vargjet e tij mbushnin zemrat e njerëzve me ndjenja të thella, duke i dhënë tingull dhe jetë çdo momenti të thjeshtë dhe të përditshëm. Ai na mësoi se poezia nuk është vetëm letër, por jetë, reflektim dhe dashuri. Trashëgimia e tij mbetet sot një burim frymëzimi për të rinjt dhe një kujtim i gjallë për ata që e ndoqën gjatë jetës. Arben Duka do të jetojë gjithmonë përmes vargjeve, këngëve dhe kujtimeve që ka lënë pas, si një nga krijuesit më të mëdhenj të kulturës shqiptare. Faqja Na ishte dikur e kujton me nderim e respekt këtë artist të madh.